محمد رسول الله. Allahun Gjelle Gjelalu e falenderojmë, për i ti falje, mëshirë dhe ndihmë kërkojmë. I lutemi të madhit Zot që të na ruaj nga e keqja e cila është pasojë e veprave dhe veteve tona. Që udhëzon Allahu në rrugën e drejtë, nuk ka kush ta humbi përpos tij, dhe këlen Allahu Dhul Xhelal me urtësitë e tij në humbje dhe devijim. Nuk ka kush ta udhëzojë vetëm se Allahu Dhul Xhelal, ku në dorën e tij janë zemrat e robëve të tij. Fjala më e mirë është fjala e Allahut, Kur'ani famlar, të cilin ja zbriti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si manual i jetesës së njerëzve. Ky njeri të cilin Allahu e fisnikroi duke e kriju në formën më të bukur dhe duke e veçu nga gjitha krijesa, duke i dhënë logjik të shëndosh që të logjikojë madhështinë e Allahu Xhelle Xhelaluhu. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sunneti i tij i pashoq. Shpallje kjo krahas Kur'anit famlart deri në ditën e Kiametit. Deri kur të vjen koha ku Allahu Dhul Xhelal do ta ngrej Kur'anin për shkak se nuk ja ditën vlerën njerëzit fjalës Allahu Dhul Xhelal. E një nga duat që pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit, një nga ankesat që do t'i bëj Allahu Dhul Xhelal dhe thot: "Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura." O Zot, shumë prej popullit tim, prej umetit tim e braktisën Kur'anin. Kur'ani i braktiset kur i hum qëllimi për cilin ka zbrit. Dhe zbritja e Kur'anit është për ta praktikuar atë, për ta vepruar atë, për të punuar në saj konform të ligjeve të Allahu Dhul Xhelal. E jo për ta majt varë në mur apo në makinë, e për të morë bereqet duke e fërku apo duke e prek. Edhe pse ata që e prekin apo e hapin janë shumë pak, sepse zen pluhur Kur'ani, Allahu na falt. Të nderuar vëllezër dhe motra, dietarët kur flasin për madhështinë e Allahut, thonë një shprehje, thonë: "El-qalbu kullama kana billahi a'raf, kana minhu akhwaf, wa kana lahu ahabbu an ma'siyatihi ab'ad." Zemra e njeriu sa më shumë që ta njoh madhështinë e Allahut, aq më shumë do të ketë frikë, respekt për Allahun Dhul Xhelal, aq më shumë do t'i shtohet dashuria për krijuesin e saj, aq më shumë do të largohet ndaj gjunaheve, ndaj ndalesave të Allahu Dhul Xhelal. Kush e njeh Allahun Dhul Xhelal nëpërmjet Kur'anit dhe sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pa dyshim që ka për ta dasht Allahun Xhelle Xhelaluhu, sepse mëshira e tij ka plon gjithçka. Me njohjen e Allahu Xhelle Xhelaluhu kullohen zemrat e njerëzve. Mirë po për fatkeq, shumica e njerëzve janë të angazhu me ato mirësi që Allahu i ka nënshtru, në vend që të angazhohen për atë qëllim që Allahu i ka kriju. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Synimi madhor për cilin Allahu na solli këtë dynja është adhurimi i Allahut, është madhërimi i Allahut. Nuk duhet me u preokupu kaq shumë, i nderuar vëlla dhe motër, deri në atë kufi që të hutohesh dhe të largohesh nga adhurimi i Allahut. "Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah." O ju besimtar, thot Allahu, mos u hutoni dhe mos u neglizhoni, mos u angazhoni totalisht me familjen dhe me begatit që ja u kam nënshtru derisa të largoheni nga madhërimi i Allahut Xhelle Xhelaluhu. Të nderuar vëllezër dhe motra, le të flasim në disa minuta për madhështinë dhe bot kuptimet e mëdhaja të një ajeti kuranor. Ky ajet nuk është si ajetet e tjera të Kuranit, edhe pse i gjithë Kurani është fjale Allahu Xhelle Xhelaluhu. E vetmja gjë që nuk është e krijuar në mesin tonë është Kur'anin, të cilin ja zbriti pejgamberit nëpërmjet Xhibrilit, më madh melekut më madhështor. Le të flasim për ajetin Kursi, një nga bazat
e Kur'anit. Madje thot Abdullah ibn Abbas i thot ashrafu ayatin fil Qur'ani ayatul kursi. Ajeti më fisnik në Kur'anin famlart është ajeti kursi. Lind pyetja sa vet e kanë dëgjuar këtë ajet kuranor, sa vet e kanë mësuar përmend shprehush, sa ja din kuptimin, sa ja din vlerën këtij ajeti kuranor, sa ankohen se po i ka kap magjia, i ka kap mësyshi, i kanë kap vezveset, edhe ndërkohë nuk e kërkojnë shërimin tek fjala Allahu xhalla xjalaluhu. Ayatul kursi. Rawa Muslimun fi sahihihi an Ubay ibn Ka'b qal, Imam Muslim në sahihun e tij e transmeton një hadith nga Ubay ibn Ka'b i cili thot: më afrohet një ditë pejgamberit Zotit dhe më thot: ja Abul Mundhir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? O babai Mundhirit. Ubay ibn Ka'b ishte një prej hafizave special, mo të përgatit, mo të spikat të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, hafizat të Kuranit, mo të spikat në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ubay ibn Ka'b ishte ai që kur zbriste shpallja ishte ndër ata që e përpilon dhe e shkruante Kur'anin. E shkruante Kur'anin me dorën e tij dhe pejgamberi ja u diktonte Kur'anin. Dhe është budallëk, besohet që mas 300-400 vjeç tonë është shkruajt Kur'ani ato filozofët, gjithologët. E shkruante Ubay ibn Ka'b. Sa herë në situata të ndryshme që zbriste Kur'ani, i mblidhte shkruajtësit e Kur'anit pejgamberit Zotit dhe ja u diktonte Kur'anin dhe ajetet që kishin zbritur dhe këta i shkruashin. O Abul Mundhir tha, a e din cili është ajeti më madhështor i Kur'anit të cilin ti e ke mësuar përmendsh? I thot ky me disiplinën dhe edukatën më të madhe, të cilët nuk flitshin përpara pejgamberit, shenë respekt, i thot Allahu dhe pejgamberi ti e din më së miri. I thot për s'dyti pejgamberi Zotit: o Ubej, a e din se cili është ajeti më madhështor në Kur'an? Atëherës Ubej ibn Ka'b e nxjerr në mesin e 6.000 e sa ajeteve kuranore, pa më dyshje thot ajeti kursi. Allahu la ilaha illahu el hayyul qayyum. Ajeti kursi thot është ajeti më madhështor. E godet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjoksin e Ubay ibn Ka'b dhe i thot: liyahnika al-ilmu ya Abul Mundhir, për hajër të qoftë dia e kulluar që të ka dhënë Allahu xhalla xjalaluhu. Ajeti kursi, përpara se të hyjmë në minuta të shkurtra që ta shpjegojmë disa bot kuptime shkurtimisht të këtij ajeti madhështor, është një ajet kuranor që nëse ti, nderuar vëlla dhe motër, e lexon në mjes, je i ruajtur dhe je i mbrojtur nga çdo lloj magjie, nga çdo lloj e keqe, nga çdo lloj shejtani, njeri apo xhind, je i mbrojtur për shkak të këtij ajeti kuranor që e lexon. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: من قرأها دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. Kush e lexon këtë ajet kuranor pas çdo namazi farz që e fal, nuk e pengon atë që ta fitojë xhenetin e Allahut vetëm se vdekja. Vetëm se vdekja. Allahu na dhon përfundim të mirë. Sa është shtu vdekja e befasueshme. A je përgatit ti për dal përpara Allahut xhalla xjalaluhu? Ndoshta ti kur del nga xhamia ta thret Allahu me lekun e vdekjes dhe ta merr shpirtin. A je përgatit ti për tu taku me Allahun xhalla xjalalu? Allahu na e fal tmetat. Allahu na ka ploft me mëshirën e tij pafund. Ajeti kursi. Ajeti kursi e ka nis Allahu xhalla xjalaluhu me çelsin e tauhidit, me çelsin e kësaj feje madhështore i cili është shahadeti. Allahu la ilaha illa hu. Allahu, emri më madhështor i Zotit. Të gjithë emrat e Allahut referohen te ky emër, Allah, që do të thotë është ai i cili vetmi meriton të madhërohet dhe të besohet dhe të adhurohet. Allahu është ai i cili meritoni vetëm thot që të adhurohet. Pastaj thot Allahu dhul xhelal el hayyul qayyum. Ka përmend dy prej emrave madhështor të Allahu xhalla xjalaluhu. Dhe Allahu ka emrat më të bukur dhe cilësit më të larta. Allahu është i veçantë, nuk ngjan me krijesat e tij, në veprat e tij, në qenjen e tij, në emrat e tij dhe në cilësitë e tija.
El Hayyul Qayyum. Allahu thot është i gjalli i përjetshmi, i pavdekshmi. Dije se çdo krijesë ka një afat kohor. Madje kur do të vjen koha ku nuk do të adhurohet Allahu dhe nuk do të dëgjohet kjo fjalë madhështore la ilaha illallah, do të japi urdhër Allahu që do të shkatërrohet universi. Do të bëhet kiameti i madh. Për shkak se humbi qëllimi dhe synimi madhështor për cilin njerëzit janë kriju. Do të bëhet kiameti kur do të harrohet kjo fjalë madhështore. Kur do të harrohet adhurimi Allahu xhalla xhelaluhu. El Hayyul Qayyum. I gjalli i përjetshmi dhe i qëndrueshmi. Allahu qëndron pa patur nevojë për krijesat e tij. Me qëndrueshmërinë e Allahu Dhul Xhelal qëndrojnë të gjithë krijesat madhështore. Inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Allahu i mban qiellin dhe tokën që mos shkatërrohen. El Hayyul Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allahun kur se si nuk e kap dremitja apo kotja e as gjumi mo, sepse këto cilësi ju takojnë krijesave. Prandaj njeriu ne ka kriju Allahu me cilësi që janë të dobta, ka nevojë për gjumë. Është i lodhur e kap kotja dremitja, ndoshta dikush për jush, duke e zjat hoxha hutbën e kap kotja dremitja, po mos ki frikë se nuk prishet abdesi. Nuk prishet abdesi. Allahun nuk e kap plon, nuk e kap dremitja as kotja, as gjumi. Pse? Sepse është Allah, është Zot, është krijues i gjithësisë. Ka ardhur në Israiliatën e tregimet ben Israilve kur Musa donte të kuptonte këtë emër madhështor, që Allahu nuk e kaplon gjumi as koti as dremitja, i tha o Musa, merr 2 enë prej qelçit mbushura me ujë dhe mbaj gjatë gjithë kohës në dorë. Edhe i merr Musa dhe i mban derisa krijes, pejgamber po krijes, edhe kap kotja dhe i thyhen enët. E kupton rëndësinë dhe cilësinë e Allahu xhalla xhelaluhu, El Hayyul Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. E kupton se çdo të thotë që Allahu nuk e kap kotja apo dremitja apo nuk flen gjumë, sepse nuk i takon, nuk i shkon për shtat madhështisë së tij që ti ketë këto cilësi të mangëta apo cilësi negative. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Pastaj thot Allahu Dhul Xhelal, Lehu ma fi s-samawati wa ma fi l-ard. I gjithë sundimi i qiellve dhe tokës i takon Allahu Dhul Xhelal. Ti njeri si krijesë e vogël, si grimcë e vogël në krahasim me krijesat madhështore, e prap tregohesh arrogant, tregohesh kryeneç ndaj madhërisë Allahu xhalla xhelaluhu. Allahu na falë dhe na udhëzoft. I gjithë sundimi thot i takon Allahu xhalla xhelaluhu. Lehu ma fi s-samawati wa ma fi l-ard. Sundimi i qiellve dhe tokës i takon Allahut. Pastaj thot Allahu Dhul Xhelal, men dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih. Kush e merr guximin se të bëhet ndërmjetës mes krijesave dhe Zotit, pa lejen e Allahu xhalla xhelaluhu. Sa njerëz janë që pretendojnë apo pretendohen nga njerëzit e tjerë që janë eulija, e janë njerëz të mirë, e janë ndërmjetës mes njerëzve dhe Zotit. Ai të ketë qenë si të ketë qenë, ai ka hik tek Allahu Dhul Xhelal. Ka ndru jetë, ka kalu tek Allahu Dhul Xhelal. As nuk të dëgjon, as nuk të bën darma, as nuk të bën dëm asgjë. Për mos ki frikë kur shkon për ballteqeve tyrbeve, ngrihesh në kam, qof shafal. Kjo është kufër, kjo është gjunaf i madh, sepse ti ke frikë një varr, aq më shumë kur ka ndru jetë i Zoti i varrit, ke frikë se po të dëmton. Ndërkohë që e gjithë çështja është në dorën e Allahut Dhul Xhelal. A nuk ishte pejgamberi o vëllezër dhe motra që bonte dua, o Zot ma bëj varrin më të humbur nga gjithë varret? Thot Aisha radhiyallahu anha, e thonte këtë nga frika që mos shkojnë njerëzit dhe ta adhurojnë varrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Më i dashurit tek Allahu Dhul Xhelal, më i diturit tek Allahu Dhul Xhelal, më i devotshëm tek Allahu, dhe prap ja u mohoi njerëzve që të shkojnë ti lutën ke varri masi të ketë ndru jetë. Se nuk bën.
kur nuk bën ai varr i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mënyrë më parsorë nuk bën asnjë varr dhe asnjë tyrbe më. Prandaj lidhe zemrën me Allahun xhalla xhelalu, Allahu të udhëzoft dhe të begatoft. E këtu bëhet fjalë gjithashtu për ndërmjetësimin ditën e gjykimit. Kur njerëzit do të kërkojnë që të fillojë llogaria, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahu ja jep këtë pozitë të lartë, el maqam el mahmud. Kur do ta kenë diellin disa milje mbi kokët e tyre nga vështirësia e madhe, do të shkojnë tek pejgamberët më të njohur tu ju kërku që të ndërmjetësojnë tek Allahu që të fillojë llogaria. Masanej mas llogaris, kur të fillojë llogaria është mohabet tjetër. Çfarë do t'i thush Allahu xhella xhelaluhu? Si e shfrytëzove jetën tënde që ta dha dhurat Allahu? A ishe falënderues? A ishe mirënjohës ndaj Allahu dhul xhelal apo jo? Edhe pejgamberi i Zotit thot, kur të shkojnë tek Muhamedi thot ana laha, un jam për të. E do të shkoj thot, e do të binë sejdë në arshin e Allahu dhul xhelal, derisa Allahu do t'i japi leje dhe do t'i thot irfa rasak washfa tushfa. Ngrije kokën o Muhammed, krijesa më e bukur e njerëzimit, dhe kërko të ndërmjetësosh sepse do të jepet leje. E do të ndërmjetësoj pejgamberi i Zotit që të filloj llogaria. Do të ndërmjetësoj pejgamberi për disa muslimanë që kanë pas tmeta shumë, që meritojnë që të digjet lëkura e tyre në zjarr xhehenemit që mos futen zjarr. Allahu na mundsoft dhe na furnizoft ndërmjetësimin e pejgamberit Zotit sallallahu alaihi wasallam. Men dhe alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih. Pastaj thot Allahu, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allahu prej madhështisë së tij din gjithçka. Dëgjon gjithçka, shikon gjithçka. Allahu din se çka ka ndodhur në mënyrë të detajume. Allahu din se çka po ndodh në mënyrë të detajume, din se çka do të ndodhi në mënyrë të detajume. Allahu din se çka nuk do të ndodhi, nëse do të ndodhte si do të ndodhte. E argument për këtë thon dietar, thon kur xhehenem lit, kur banorët e zjarrit prej mohuzve do të kërkojnë prej Zotit që t'i nxjerrë nga zjarri i xhehenemit, duke thënë akhrijna minha na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. O Zot, na nxirr nga ky zjarr që të bëjmë vepra të mira, të cilat nuk i bëm në dynja. E ju thot Allahu dhul xhelal, walau ruddu la'adu lima nuhu an. Nëse do të nxirreshin dhe nuk do të ndodh që të dalin nga xhehenemi jo besimtarët, përgjithmonë janë zjarr xhehenemit. E ndërkohë banorët e xhennetit janë përgjithmonë në xhennetet e përhershme. E nëse do të nxirreshi thot nga zjarri jo besimtarë, thot prap do të ktheheshin në kufër dhe në mohim. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Gjithçka din. Ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Din edhe mendimet që të kalojnë ty në zemër, në mendjen tate. Allahu i din, akoma pa i shprehti ato. Din edhe tradhti në shikimit kur tradhton nga një herë Allahu xhella xhelal, askush nuk e din se çfarë peti për një çast. Allahu e din. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. E kjo të bën që ta kesh frikë Allahun. Kjo të bën që ta ndjesh mbi këshyrjen e Allahut kudo që të jesh. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Pastaj thot Allahu, wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha. E kurse si thot njerëzit nuk mund të dinë prej dijes së Allahu dhul xhelal vetëm se aq sa ju ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Prej dijes së madhështisë Allahut xhella xhelaluhu. Wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha. Pastaj thot Allahu, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Dhe kursiji thot ka përfshirë thot gjërsinë e qiejve dhe tokës. Kur Abdullah ibn Abbas u pyet se çfarë është kursiji, me përkthy shqip do thot karrika, po diçka që ulesh që qëndron. Kur është pyet Abdullah ibn Abbas, e ka thonë mawdi' qadamay ar-rabb, është vendi ku vendosen këmbët Allahu xhella xhelaluhu. Thot Allahu kursiji, pra kjo krijesë që Allahu e din se si është më e gjerë dhe më e madhe se sa qielli dhe toka. Thot ka ardhur një transmetim ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot nëse do ta marrësh qiellin dhe tokën, gjithë universin,
në raport me kursijin, me këtë krijesë madhështore, thot, e janë thot si një halk, një bëzëlyk e hedhur në shkretëtir. E ndërsa arshi dhe froni i Allahut në krahasim me kursijin, thot, është si shkretëtira me këtë halkën e hedhur. Imagjino madhështinë e Allahut xhalla xhelaluhu, i cili qëndron pa patur nevojë mbi fronin dhe arshin e tij. Sepse arshi, edhe pse është krijesa mofisnike, është krijesa e parë që e krijoi Allahu xhalla xhelaluhu, Allahu nuk ka nevojë për fronin e tij. Allahu qëndron mbi fron dhe arsh pa patur nevojë. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard, pastaj thot Allahu, wala yauduhu hifdhuhuma. Nuk e rëndojnë Allahun mbartja e qiellve dhe tokës. I gjithë universi nuk e rëndon Allahun xhalla xhelalu, sepse Allahu është Zot, është krijues. Idha arada li shay'in an yaqula lahu kun fayakun. Kur don Allahu që të bëhet diçka, i thot bëhu, edhe bëhet. Elusim Allahun që të na falit, na mëshiroj. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'da. E mbyll Allahu xhalla xhelaluhu këtë ajet madhështor me dy prej emrave të tij madhështor, edhe thot wa huwal aliyyul azim. Mos harro se Allahu xhalla xhelaluhu është i lartësuari, është i madhëruari. El Ali, emri i Allahut El Ali vjen nga rrënja e fjalës El Ulu, që do thot lart mbi gjithçka. Nuk ka më lartë se sa Allahu xhalla xhelaluhu. Allahu dhul xhelal është lart krijesave të tij, është lart fronit të tij dhe gjykon me drejtsinë e tij dhe nuk i fshihet atij asgjë. El Azim, madhështori. Emri i Allahut El Azim do të thot madhështori, është ai i cili meriton që ta madhërosh dhe ta madhështosh dhe ta adhurosh. Allahu subhanahu wa ta'ala. Elusim Allahun xhalla xhelalu që ta bëj këtë ajet kuranor argument për ne dhe jo kundër nesh. Elusim Allahun xhalla xhelalu që të na begatoj me këtë ajet kuranor, me ajetin Kursi, edhe me të gjithë Kur'anin. Elusim Allahun dhul xhelal që ta bëj Kur'anin pranverë zemrave tona, qetësi për shpirtin ton, shërim dhe kurim për zemrën dhe shpirtin ton, begati për ne dhe për familjet tona. Ta bëj Kur'anin udhëzues për njerëzimin në rrugën e drejtë. Amin. Çoni salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në këtë ditë të begat, në këtë xhami të begat, dhe dijeni se xhamitë e Allahut janë vendet më të pastërta, janë vendet më të kulluara. E për shkak një nga shkaqet është se në ditën e xuma janë vendet e vetme që madhërohet Allahu, që përmendet Allahu, ndërkohë që në vendet tjera bëhen pisliqe, bëhen harame, bëhen mashtrime dhe abuzime. Edhe pas gjithë kësaj ka njerëz islamofob që dalin dhe flasin dhe akuzojnë xhamitë e Allahut. Me që jemi 2-3 ditë pasi ka ndodhur një ngjarje prej ngjarjeve të mëdha të historisë shqiptarëve, lidhja e Prizrenit. Harrojnë këto islamofob, këta të djallëzum që flasin për xhamitë e Allahut. Harrojnë se ku u mbajt kjo lidhja e Prizrenit. U mbajt në xhaminë e Bajraklin, Prizren. Sepse ata njerëz përpara dinin ta vlerësonin xhamin. Dinin, e kush ishin ata përfaqësuesit kryesor? Harrojnë këta argat të shejtanit që flasin për muslimanët. Harrojnë se muslimani është i pari që kontribon, madje jep dhe jetën për atë dheun kur është nevoja. Harrojnë se muslimanët janë të parët që kontribojnë në fshehtësi. Njerëz fisnik që nuk duan që t'i shfaqin dhe t'i publikojnë veprat e tyre. Allahu i udhëzoft. Çoni salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke thënë Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. أقم الصلاة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.